Paga mesatare në ekonomi ishte 82.2.000 lekë në tremujorin e parë të vitit me rënje të lehtë në krahasim me fundin e 2024, ku arriti rekordin e 83.4.000 lekëve. Kjo tendencë rëndëse në tremujorin e parë është sezonale, teksa në fund të vitit pagat janë gjithnjë më të larta si rrjedhoja e shpërblimeve të fund vitit, ndërsa në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë pagat vijojnë rritjen dyshifrore. Sipas Instat, gjatë tremujorit të parë të 2025-s, paga mesatare mujore bruto për një të punësuar në Shqipëri ishte 82.210 lekë, me një rritje prej 11.6%, krahasuar me tremujorin e vitit të kaluar. Rritja më e madhe e pagës për administratat publike, sigurim social, arsim dhe shëndetësi me 16.7%, ndërsa rritja më e vogël industria me 5.2%. Për forcat armatosura dhe specialistë me arsim të lartë përkatësisht prej 23.1% dhe 13.7%, kurse për punonjës të kualifikuar të bujqësisë së pyjeve dhe peshkimit 5.3%. Sipas të dhënave nga Instat, gjatë kësaj periudhe është vërejtur gjithashtu ulje e numrit të punonjësve me pagë minimale dhe një rritje e numrit të punonjësve me paga më të larta.